Një vizitë private e Ivanka Trump dhe bashkëshortit të saj Jared Kushner në qytetin bregdetar të Vlorës ka ngritur interes dhe spekulime të shumta lidhur me praninë e tyre në jug të Shqipërisë. Sipas burimeve konfidenciale, qëllimi i kësaj vizite lidhet me mundësitë e investimit në sektorin e turizmit, konkretisht projektin e tyre për Rivierën Shqiptare përfshir ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit. Çifti Trump-Kushner, të cilët prej largimit nga politika aktive janë fokusuar në sektorin privat dhe investimet e rangut të lartë në fusha si teknologjia, imobiliare dhe turizmi, kanë zhvilluar një tur të rezervuar në disa prej pikave më potenciale të Vlorës. Burime pranë autoriteteve lokale, të cilat kërkuan të mbeten anonime për shkak të natyrës jo zyrtare të vizitës, tregojnë se Ivanka dhe Jared kanë bërritur në Vlorë në mënyrë diskrete, të shoqëruar me një staf i ngushtë dhe nën masa të rrepta sigurie. Nuk është bërë i ditur asnjë informacion zyrtar nga autoritetet shqiptare, ndërsa burime nga bizneset lokale konfirmojnë një prani të pazakontë sigurie dhe aktivitetesh logjistike në zonën e lungëmarrës dhe të Zvërnecit gjatë ditëve të fundit. Pika më e rëndësishme e kësaj vizite duket se ka qenë ishulli i Sazanit, një vend që deri para pak vitesh ishte i mbyllur për publikun për shkak të statusit ushtarak dhe pozicionit strategjik në hyrje të gjirit të Vlorës. Ivanka Trump dhe Jared Kushner tashmë kanë një projekt për të investuar në këtë ishull, ku është parashikuar ndërtimi i një resorti turistik me 5 yje, që do të ruajë parët natyrore dhe historike të zonës, ndërkohë që do të integrojë arkitekturë moderne dhe shërbime të nivelit tepër të lartë. Projekti thuhet të jetë në fazë planifikimi dhe nëse finalizohet do të përfaqësonte një nga investimet më prestigjioze në fushën e turizmit elitar në Shqipëri. Përfshirja e një familjeje me ndikim si ajo Trumpve do të ishte një sinjal i fuqishëm për klimën investuese në vend dhe për ambicien e Shqipërisë për të tërhequr investitorë të huaj të kalibrit ndërkombëtar. Pas vizitës në Sazan, Ivanka dhe Jared kanë ndaluar për disa orë në zonën e Zvërnecit, një hapësirë me rëndësi të madhe ekologjike dhe kulturore, e njohur për manastirin historik, pyjet e dendur me pishq dhe afërsinë me lagunën e Nartës. Kjo zonë është prej kohësh në qendër të diskutimeve për zhvillimin e qëndrueshëm turistik. Edhe këtu çifti ka vëzhguar terrenin, teksa kanë gati mundësinë për zhvillim me interes të veçantë për projekte në fushën e hotelierisë dhe shërbimeve turistike me standard të lartë ndërkombëtar. Vizita e çiftit është mbyllur me një darkë private në një nga ambientet më luksoze të zonës së Lungëmarrës 2, një hapësirë moderne e Buzdetit që është ndëruar në një nga simbolet e reja të Vlorës, urbane dhe turistike. Ambienti ku u zhvillua darka ishte rezervuar enkas për çiftin dhe një grup të vogël personash, përfshirë sipas burimeve një përfaqësues të një firme ndërkombëtare investimesh dhe një drejtues lokal të sektorit të turizmit. Masat e sigurisë kanë qenë të larta gjatë gjithë kohës, nuk është raportuar asnjë incident, ndërsa mediat lokale nuk kanë qenë në gjendje të sigurojnë foto apo deklarata për shkak të karakterit jashtëzakonisht të rezervuar të vizitës së çiftit. Nëse projektet e përfolura të Jared Kushner dhe Ivanka Trump materializohen, kjo do të përbënte një risi jo vetëm për industrinë turistike shqiptare, por edhe për profilin ndërkombëtar të vendit si një destinacion për investime elitare dhe turizëm ekskluziv. Përfshirja e emrave të tillë si Ivanka Trump dhe Jared Kushner mund të shërbejë si një katalizator për tërheqjen e kapitalit ndërkombëtar edhe për vendosjen e Shqipërisë në hartën e destinacioneve me potencial për zhvillim të qëndrueshëm dhe të sofistikuar turistik. Ishulli i Sazanit, një nga thesarat më të vjergjër dhe misterios të Mesdheut, pritet të shndërrohet së shpejti në një destinacion ekskluziv turistik, fal një investimi të përbashkët të vajzës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe bashkëshortit të saj, Jared Kushner. Çifti ka zbuluar planet ambicioze për të ndërtuar një resort luksoz në këtë ishull të pabanuar shqiptar, duke sjellë aty markat më të mira të mikpritjes dhe gastronomisë në botë. Në një intervistë dhënë së fundmi për mediat ndërkombëtare, Ivanka Trump ka treguar se projekti është frymëzuar nga bukuria e rrallë natyrore e ishullit dhe potenciali i tij për të kthyer në një perlë të turizmit luksoz në rajon. Ajo ka thënë se që nga vizita e parë, Sazani ka lënë pa fjalë si atë, ashtu dhe bashkëshortin e saj, Jared Kushner. Një mrekulli e paprekur. Ivanka Trump kujton se për herë të parë pa ishullin në vitin 2021, gjatë një vizite private në Shqipëri dhe u dashurua me njëherë me peizazhin e tij të paprekur. Ajo thotë se nuk e kishte imagjinuar se një vend kaq i bukur dhe i virgjër mund të qëndronte jashtë vëmendjes ndërkombëtare. Kur i tregova Jaredit për Sazanin, ai vendosi ta vizitonte vetë, dhe kur shkoi aty mbeti pa fjalë. Ivanka tregon më tej
Ishte e pabesueshme që një mrekulli e tillë kishte mbetur e paprekur për kaq shumë vite. Pas kësaj vizite të parë nisi një proces i gjatë negociatash dhe diskutimesh me qeverinë shqiptare për të siguruar miratimin paraprak të zhvillimit të zonës. Procesi sipas saj ka zgjatur rreth 3 vite, duke përfshirë edhe studime të thelluara mjedisore dhe planifikim strategjik për të ruajtur karakterin natyror të ishullit, i cili ka qenë për dekada të tëra i mbyllur për publikun për shkak të rëndësisë së tij ushtarake në të kaluarën. Resorti i Luksit dhe markat që e shoqërojnë, sipas Ivankës, projekti tashmë ndodhet në fazën e përgatitjes së masterplanit, i cili do të jetë një udhërrëfyes për zhvillimin e qëndrueshëm dhe elitar të ishullit. Ajo konfirmon se markat prestigjioze ndërkombëtare janë përfshirë tashmë në projekt. Do të jetë marka Aman, një emër i njohur për hotelet dhe resortet më luksoze në botë, që do të menaxhojë pjesën e akomodimit, hotelin kryesor dhe një seri vilash ekskluzive që do të ndërtohen në ishull. Ndërkohë, Carbone, një nga markat më të njohura gastronomike në New York, do të kujdeset për ushqimin dhe pijet, duke sjellë një eksperiencë të veçantë kulinarie për të gjithë vizitorët, tregon ajo. Projekti shkap vlerën e $1 miliard. Sipas burimeve të afërta me zhvillimin, projekti i resortit në Sazan pritet të kushtojë rreth $1 miliard. Buxheti i majnë përfshin jo vetëm ndërtimin e strukturave të banimit dhe argëtimit, por edhe zhvillimin e infrastrukturës bazë në ishull, si sistemet energjetike, furnizimin me ujë, kanalizimet, transportin detar dhe ruajtjen e biodiversitetit. Qëllimi, sipas Ivankës, është që Sazani të mos jetë thjesht një resort tjetër luksoz, por të bëhet një shembull i turizmit të qëndrueshëm ku natyra, arkitektura dhe përvoja njerëzore ndërthuare në mënyrë harmonike. Ne po punojmë me arkitektët më të mirë në botë për të krijuar një projekt që respekton peizazhin dhe historinë e ishullit. Sazani ka një trashëgimi unike që nga mbetjet ushtarake deri te biodiversiteti i rrallë. Asgjë nga kjo nuk do të shkatërrohet, përkundrazi do të ruhet dhe promovohet si pjesë e eksperiencës, shpjegon Ivanka. Turizëm ekskluziv për një elitë ndërkombëtare. Resorti që pritet të ndërtohet në Sazan do të jetë i aksesueshëm vetëm për një numër të kufizuar turistësh në vit, duke ruajtur ekskluzivitetin dhe cilësinë e shërbimit. Turistët do të kenë në dispozicion helikopter dhe jahte për të mbërritur në ishull, ndërsa çmimet pritet të jenë të krahasueshme me resortet më luksoze të botës, si ato në Maldive apo ato në Amalfi të Italisë. Turistët që do të zgjedhin të pushojnë në Sazan do të duhet të paguajnë shuma të konsiderueshme për natën. Disa paketa ekskluzive mund të shkojnë deri në $20,000 për një fundjavë, por ata do të marrin shërbimin më të mirë të mundshëm, me kuzhinier të famshëm, vila me pishina private, shërbim personal 24/7 dhe qasje në aktivitete të veçanta si zhytje në guvat e ishullit, eksplorime të nëndveshme apo ekskursione kulturore në brigjet shqiptare, shton Ivanka. Reagimin ndërkombëtar dhe vendimin i qeverisë shqiptare, revista prestigjioze britanike The Guardian i ka kushtuar një artikull të veçantë këtij zhvillimi, duke e vënë në dukje potencialin e Sazanit për të shndërruar në një nga destinacionet më të kërkuara të turizmit luksoz në mesdhe. Artikulli theksojnë gjithashtu se vendimi i qeverisë shqiptare për të lejuar zhvillimin e ishullit ka qenë një proces i kujdesshëm dhe i kontrolluar. Qeveria shqiptare ka dhënë miratimin paraprak për projektin, duke theksuar se çdo ndërtim do të bëhet në përputhje me standardet mjedisore dhe ruajtjen e identitetit të ishullit. Ishulli Sazanit është pjesë e parkut kombëtar detar Karaburun Sazan dhe për vite me radhë ka qenë një zonë mbrojtur. Sazani, një nga bazat ushtarake në strej luksi. Sazani, ishulli më i madh i Shqipërisë, ndodhet në hyrje të Gjirit të Vlorës dhe ka pasur për dekada një funksion strategjik ushtarak, si gjatë luftës së ftohtë, ashtu edhe më vonë. Për shumë kohë ka qenë i mbyllur për publikun dhe vetëm vitet e fundit ka nisur të shfrytëzohet për vizita të kontrolluara turistike. Tani, me nisjen e këtij projekti të përmasave të jashtëzakonshme, historia e ishullit po merr një kthes të re, nga një pikë strategjike e mbrojtjes në një simbol të mikpritjes luksoze mesdhetare.